Shtypja është se format e trangujve janë të ndryshme, dhe më thonë edhe i gjejmë në format të ndryshme, por edhe përmbajtjet pastaj kanë të ndryshme. Disa janë me më shumë ujë, disa janë me më pak ujë, a ma spjegan pak to, a dallojnë? Realisht kastraveci në përgjithësi përmbahen 95% ujë, përmbahen fibra dhe përmbahen minerale. Çka i dallon është kjo lëvorja, lëkura e kastravecit. Këto që janë me këto thumbat janë përshtatshme e kanë lëkurën më të hollë, edhe këto thera që i kanë janë më të përshtatshme për turshit, për shkak që edhe vetë përmbajnë më shumë probiotik. Edhe fermentimi është shumë më i përshtatshme, edhe për shkak të shtresës që e kanë, krijon një lloj mbrojtje që indikon, domethënë më gjatë, me qëndru edhe mos mu zbut. Kastravecat që e kanë lëvurën e hollë, të lëmuar, ata nuk janë të përshtatshme për turshit, për shkak që zbuten gjatë fermentimit më shpejt, domethënë nuk qëndrojnë gjatë. Ata janë të përshtatshme për sallata, janë të përshtatshme me bu kështu tarator, me kos, janë të përshtatshme për fëmijë, për shkak që përmbajnë fibra më të lehta në farforme, ndikojnë më të përshtatshme ndikojnë tretje. Kastravecat që janë më trosh ashtu, edhe që e kanë lëvurë më trosh, ata i cejtë janë për turshi. Ata normal që janë më të përshtatshme kryesisht mi shtu në sallatat ndryshme, mi kombinu me sallata. Përfitimet shëndetësore i kanë të njëjta brendia kastraveci, përveç që dallon lëvurja, edhe normal që sasia e probiotikëve, fibrave që përmbajnë, si lloj prebiotike që i ushqejnë edhe probiotik në zorë. E disa që janë të verdh, domethënë ngjyra nuk e kanë të gjelbërt ose sikur po janë më të verdha. Lëkurën e tyre e kanë po. Në lloj i kështu në rrot se kastravecit ose ka qëllu në forë se janë. Përmbajtja çdo shme ka në njëjtë patjetër.